Serbia si armike përbetuar e jonja. Ajo ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë armike e shqiptarit për nga gjaku, për nga gjuha, e shqiptarit për nga dini, xhamia, për nga Korani, seneti. Ajo na ka urrit edhe dheun ton që shkelim ne dhe që kemi lind për tina. Serbët i ka pengu fort, jo vetëm gjuha, por edhe feja. Lejti prallat islamofobëve të cilët thonë se shkaut se ka pengu feja, bla bla bla, me pas ditë që pëshel xhamia të, pasha Allah, në ka përdor atë si mas për deri të vinë ditët e veta. Se kur erdhe në ditët serbët shka i bojnë rafsh me tokë 130 xhamia, pasaj boni edhe pak planeve tjerat, e që ka boni në Bosnë me xhamia. Dhe lexoje planin e Çuburovicit, e shef se çfarë thot për hoxhallar dhe për xhamia, për hoxhallar, për fe, e për vorët muslimanëve, po për hoxhën, klerikun e hoxhës. Lexoje çka thot. E ta ne kupton se sa Serbia ka urrëtur dhe vazhdon ta urrejnë dinin islam. Serbët e kanë dëshmuar armiqsinë e tyre kundër nesh, por si duket ata nuk ndalen. Nuk ndalen për interesat e tyne. E si duket interesi tyne është me krijuar huti mbrana komuniteteve të ndryshme, mbrana popullit tonë të vogël, me krijuar sa më shumë përçarje, qoftë nga rrafshi politik atje, se dha që është i hundaj, mëse tot, sa të është i hundaj në për parti politike, po pashallahu në shtinë e hundaj fardvile. Që mi shtyri mirë dalin plot që atje nalt, që rrehin gjyks me kravatat atje me këmishat bardha, rrehin gjyks patriotizëm, dalin plot që bashkëpunojnë me Serbin natën dhe ditën. Dhe goja mjalë që qëtë kur flet me Serbin ai serbisht. Se vjen ma lezetshëm sa me fol shqip. Po. Edhe këtu i din inteligjenca jon, pasha Zoti i din. Nuk thonë që i din presje për presje, se presje për dhe vetë Zoti aty kofshin falë. Ai di çdo gjë. Ati si më shefet kur gjë. Por shumë të vërteta i din çta djemtë ton, çta herojat e ton.